Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Soda e bukës, sekreti që trajton përgjithmonë këto probleme, jasti ta përdorni. Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm në organizëm. Veshkat janë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë organizmit. Procesi i pastrimit të organizmit është mjaft kompleks dhe ka zanafillën tek veshkat. Përmirësimi i funksioneve të veshkave ka rol vendimtar në shëndetin e të gjithë organizmit. Problemi është se falë veseve të këqija, veshkat vuajnë dhe nuk punojnë siç duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës. Këtu ju do të mësoni se si të përdorni sodën e bukës, e cila mund të ngadalsojë këtë sëmundje kronike. Një studim tregoi se 134 pacientë të prekur nga sëmundje të tilla morën një dozë të caktuar sodë buke në ditë dhe rezultatet e analizave shëndetësore të pacientëve treguan se përdorimi i sodës së bukës arrinte që të ngadalsonte avancimin e sëmundjeve kronike. Provoni gjysmë lugë çaj me sodë buke në ditë të tretur në gjysmë gotë ujë. Pijeni një orë para drekës ose një orë pas. Pijeni për rreth 15 deri në 20 ditë. Gjithsesi mos hiqni dorë nga konsulta me mjekun tuaj. Përfitime të tjera të sodës së bukës për organizmin. Kundër urthit, ekspertë thonë se soda e bukës ndihmon kundër simptomave të urthit, por edhe problemeve me tretjen. Soda e bukës arrin që të balancojë gjithashtu të gjithë aciditetin e tepërt në stomak. Ekspertë thonë se për të marrë këtë përfitim, ju duhet që të tresni një lugë çaj me sodë buke në një gotë me ujë të ftohtë dhe ta pini. Zbardhim të dhëmbëve. Ekspertë thonë se falë përzierjes së sodës së bukës dhe lëngut të limonit krijohet një pastë ideale për zbardhjen e dhëmbëve. Sodë buke kundër dirsës. Ekspertë thonë se soda e bukës mund të përdoret edhe kundër dirsës. Sipas tyre, soda e bukës mund të përdoret për lyerjen e pjesës së sqetullave ose zonave të cilat djersin edhe më shumë. Soda e bukës nga ana tjetër nuk irriton lëkurën dhe shërben si një deodorant mjaft i mirë. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon gjithashtu strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton gjithashtu shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk mungon kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të paktën janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera terapeutike. Ndërkohë, soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi, i cili gjithashtu reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca acidike si uthulla apo kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë e cila rekomandohet kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo edhe infeksionet. Gjithashtu, kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Nëse ju vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit po ashtu shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, sëmundjet e këqija dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë.
Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit, inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe në inde. Kundër infeksioneve urinare, uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohet kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë, më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Ujë me sodë buke dhe limon. Të shumt janë ata të cilët e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një kurë të mrekullueshme. Limoni është i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon edhe në rregullimin e tensionit tuaj të gjakut, gjithashtu lufton stresin dhe parandalon sëmundjet e këqija. Soda e bukës ekuilibron nivelet e pH-it, të cilat e bëjnë të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, ju duhet që të përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngu i 1 limoni. Lëreni lëngun të qëndrojë për të paktën gjatë natës dhe pijeni atë në mëngjes përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju mund të pini 1 gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Soda e bukës gjithashtu ka edhe përdorime të tjera në shtëpi. Soda e bukës gjithashtu mundet që të zëvendësoj lehtësisht detergjentët larës, pasi veprimi i saj mbi njollat është i shkëlqyer. Ajo heq njollat e verdha tek jaka e brendshme e këmishave dhe gjithashtu eliminon njollat e barit dhe të bojës. Në qoftë se ju shtoni sodë buke gjatë shpërlarjes së fundit, veshjet tuaja do të jenë më të buta. Kuzhina juaj do të jetë më e pastër falë sodës së bukës. Ajo eliminon njollat nga mobiljet e drurit. Këshillohet gjithashtu që të përdoret për larjen e perimeve dhe frutave pasi heq pesticidet e tyre. Gjithashtu përdoret për pastrimin e sobës, mikrovalës apo frigoriferit. Heq njollat nga enët e gatimit dhe bën që ato të duken si të reja. Neutralizon aromat e pakëndshme gjatë gatimit të mishit, peshkut, lakrës dhe preshit. Ka një ndikim shumë pozitiv në anën tuaj estetike, kryesisht flok dhe fytyrë, si edhe shëndet oral. Në qoftë se hidhni 2 lugë gjelle në shampo, ju mundet të parandaloni rënien e tyre dhe zbogthin. Zhduk njollat kafe të fytyrës dhe pikat e zeza. Ndihmon në neutralizimin e pH-it të lëkurës dhe lufton aknet. Ndihmon në zbutjen e thembrave dhe të çarave në shputën e këmbës. Lufton kariesin dhe ka fuqi zbardhuese mbi dhëmbët. Ndihmon gjithashtu në kurimin e aftëve dhe plasaritjeve të brendshme të gojës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.